Diella nuk është një lodër. S'mund tjetë më ndryshe se sa kaq. Përmes saj, ne kemi shndëruar atë çfarë ka qenë domen i së mjekulltës në një algoritëm transparent për të shndëruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Në fakt jemi të bindur që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik, të hapur transparent e me integritet siç nuk është parë më parë. Si që thash, Shqipëria është një vend që guxon dhe shfrytëzimi i inteligjencës artificiale është një shtyllë themelore e qeverisjes, jo thjesht një instrument, është pra përparësia jone kyçe. Dhe vizioni ynë kombëtar për Shqipërinë e 2030-s në Bashkimin Evropian, besoj është shumë i qartë, shumë qartësisht i rrënjosur në integritet, inovacion dhe udhëheqje shkencore. Me qëra fjala, kjo ngjarje ilustron shumë më tepër se fjalët, atë çfarë po synojmë e po përpiqemi të bëjmë çdo ditë. Ne do të kanalizojmë më shumë burime, reforma institucionale, kapital njerëzor për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë që e ka Spirante në Tiranë, por që rrezat tonë apo më mirë është e zgjeruar jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Do të dëshironim që çdo program i madh inovacioni, çdo terren shkencor, çdo projekt infrastrukture të ketë standarde të larta, llogaridhënie të plotë dhe gjithashtu edhe mbikëqyrje të ndihmuar nga inteligjenca artificiale. Kur u themelua NanoAlb 5 vjet më parë, ishte një sinjal i një akademie të ripërtëritur shkencash, një akademi shkencash që u shfaq e gatshme për të përqafuar të ardhmen e jo për të mbetur sërish në të shkuarën. E nuk ka as pak dyshim se nanoshkenca dhe nanoteknologjia janë shkenca kampione të shekullit të 21 dhe ne duhet dhe mundemi që të harmonizojmë arsimin e lartë me strategjinë tonë për inovacionin nga klasat, laboratorët, nga startupet dhe inkubatorët. Në fakt njësër universitetet shqiptare po hartojnë programe ndërdisiplinore për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe së shpejti dhe për nanoshkencat, sepse ky nuk është një luks apo diçka shumë e veçantë. Kjo është një nevojë e së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës tjetër çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjitë e së ardhmes të mund ta bëjë këtu në shtëpi. Ne do të kërkojmë partneritete me universitete europiane dhe institute kërkimore, duke u siguruar që kurrikula jonë të përputhet me standardet më të larta ndërkombëtare. Është një punë që ka nisur e po shohim tashmë hapat e para